Në Ostrenin e Madh u zhvillua edicioni i 13 i Kupës Tradicionale të Mundjes në zonën e Gollobordës, një aktivitet tashmë i kthyer në traditë që mblodhi sportistë dhe sportdashës nga treva të ndryshme shqiptare. Aktiviteti organizuar nga Bashkia Bulqis në bashkëpunim me Shoqatën Sportive të Mundjes Golloborda, duke sjellë një atmosferë festive dhe sportive për banorët dhe të ftuarit të shumtë. Në këtë aktivitet morën pjesë sportistë të grupmoshave të ndryshme, jo vetëm nga zona e Gollobordës, e njohur tradicionalisht për sportin e mundjes, por edhe nga Tirana, Kosova dhe Maqedonia e Veriut. Kupa e Mundjes Tradicionale poruan dhe promovon një nga traditat më të vjetra të zonës, duke e përcjell ato brez pas brezi. Eventi nisi me një koncert festiv të përgatitur nga Bashkia Bulqis, ku vajzat e veshura me kostume tradicionale të zonës interpretuan këngë dhe valle popullore, duke krijuar emocione dhe duar trokitje tek publiku i pranishëm. Atmosfera u gjallërua më tej nga performanca e këngëtares së mirënjohur Vera Laçi, e cila solli energji dhe entuziazëm në këtë festë tradicionale. Në fjalën e saj përshëndetëse kryebashkiake e Festime Mjeshtri vlerësoi organizatorët për ruajtjen e kësaj tradite ndër vite dhe për angazhimin në promovimin e sportit dhe kulturës në zonën e Ostrenit dhe Gollobordës. Ajo theksoi se aktivitetet të tilla janë një vlerë e shtuar për komunitetin dhe për identitetin kulturor të zonës. Ju përgëzoj për këtë nismë që keni marrë dhe për këtë traditë të bukur që vazhdon ndër vite dhe organizime që bëhen vit pas viti në Ostren. Faleminderit kryesori i takon komunitetit të Gollobordës, Ostrenit, që mbledhin kaq shumë njerëz për të festuar dhe për të parë nga afër këtë garë. Dhe së fundmi dua të falenderoj të gjithë pjesëmarrësit e zonës që e bën të mundur të vinë kaq shumë njerëz nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia për të parë nga afër këtë garë dhe për të mirëpritur këtë traditë, kulturë dhe sa shumë gjëra ka Bulqiza. Fitoft më i miri. Ndërkohë kryetari i Shoqatës Sportive Golloborda, Razi Rama, u shpreh se sporti i mundjes në Gollobord ka rrojnë të hershme dhe është trashëguar si pjesë e rëndësishme e festave familjare dhe sidomos e dasmave tradicionale. Ai vlerësoi përpjekjet e shoqatës për riaktivizimin dhe ruajtjen e kësaj tradite të vyer kulturore dhe sportive. Një përshëndetje speciale e kam për veteranët e mundjes. Për familjet e tyre, cilët sot nuk jetojnë një pjesë atyre mundësave, por edhe për ato mundësa të rinj sot që ndjekin traditën dhe rrënjët tona. Mundja, si zakon i vjetër i festave familjare dhe kryesisht i dasmës, është zhvilluar në kohë me diell, në kohë me shi dhe në kohë me borë. Vari nga data e dasmës. Dhe tradita ka vazhduar historikisht. Lëvizjet migratore, demografike kanë bërë që kjo tradit falë vetëm Shoqatës Sportive Golloborda që 12 vjet që zhvillohet aktiviteti këtu, sepse familjarët në një farë mënyrë e kanë harruar. Është bërë përpjekje e madhe që të riaktivizohet, të rigjallërohet, por deri tani nuk kemi shenja të mira. Prandaj ne këtë aktivitetin e sotshëm e bëm pak më të zgjeruar që sportdashësit tanë të kënaqen edhe me mundësa profesionistë. Vendlindja të dashur miq e shoq, shumë të dashur Gollobordas, është shumë e shtrenjtë. Vendlindje nuk është vetëm toka ku kemi lindur, janë gurët, janë pemët, është atmosfera. Po kryesisht janë zakonet dhe traditat që ky popull ka mbartur ndër vite. Pas ceremonisë festive nisën garat për kupën tradicionale të mundjes së Gollobordës, të shoqëruara nga tingujt karakteristik të daulleve dhe culeve të zonës. Garat u zhvillua në 3 kategori sipas grupmoshave. Për grupmoshën deri në 15 vjeç, fitues u shpall Leon Halilaj nga La Domenica. Për grupmoshën 15 deri 20 vjeç, fitues u shpall Ibrahim Sula nga Tirana, ndërsa për kategorinë mbi 20 vjeç, fitues u shpall Paris Karepi, i cili fitoi edhe kupën kryesore dhe dashin, simboli i kësaj gare tradicionale. Ky aktivitet sportiv dhe kulturor dëshmoi edhe një herë rëndësinë që ka ruajtja e traditave lokale dhe promovimi i sporteve tradicionale, duke kthyer Ostrenin një qendër të rëndësishme të kulturës dhe sportit popullor në rajon. Jam shumë i lumtur që era sot këtu. Edhe bërë një paraqitje të mirë, fitova 5 ndeshje. Ju falenderoj gjithëve, pjesëmarrësve, ekipeve, çunave. Unë jam edhe mundëskombëtar. Jam kampion ose Shqipërinë, kampionat evropian e botërore, jam kampion dyre Ballkani, jam premier Zeu. Falenderoj gjithë. Falenderoj Federatën e Mundjes, presidentin Sait Prezreni, trajnerin tim Leonard Çakma, Shërmal Gruziu, edhe gjithë shokët e mi. Unë mendoj që kjo është gjë shumë e mirë.
edhe duhet të zhvillohet më shumë. Mundja është një sport që ja vlen për të gjithë të rinj, edhe mendoj që të gjithë duhen bërë pjesë e mundjes. Polis nga Ballkani janë shumë të mirë, ka shumë pjesëmarrje të fortë, janë gjithë ekipet e mira dhe është aktiviteti jashtëzakonshëm. Sukses. Ju uroj sukses për këtë.